Presidentja e Konfederatës së Zvicrës, Karin Keller-Sutter, e ka falenderuar presidenten Vjosa Osmani për vizitën që është duke bërë atje, e cila do të vazhdojë edhe ditën e nesërme. Në një konferencë për media, Keller-Sutter theksoi se është shumë e lumtur që Osmani ka pranuar ftesën e saj dhe tha se ajo është e para kryetare e shtetit nga Kosova që e ka vizituar shtetin zvicerian në një vizitë zyrtare. Kjo vizitë shtetërore që përjetojmë sot është e para nga një kryetare e shtetit nga Kosova në Zvicër. Jam shumë e lumtur, zonja presidente, që e keni pranuar ftesën tonë. Është vlerësim ndaj diasporës së madhe kosovare në Zvicër. Kosova është vendi më i ri në Europë, por kontaktet që na lidhin kanë një të kaluar të gjatë, që në vitet 1960 punëtorët kosovarë erdhën në Zvicër, më vonë edhe shumë refugjat që gjetën një shtëpi të re tek ne. Sot Zvicra nuk mund të paramendohet pa njerëz me prejardhje nga Kosova. Janë 150.000 deri në 260.000, varësisht se si i numëroni. Ata kanë luajtur një rol të rëndësishëm në formësimin e vendit tonë. Mund t'i vlerësojmë marrëdhënie dypalçe me Zvicrës dhe Kosovës. Ne mund t'i zhvillojmë më tej, ka thënë Keller-Sutter. Ndërkohë, presidenti i Kosovës Vjosa Osmani e shprehu falënderimin e saj për mbështetjen e shtetit zviceran në fazat e shndërtimit, si dhe përmes pjesëmarrjes në misionin paqëruajtës të NATO-s, KFOR. Ajo përmendi edhe rolin e diasporës shqiptare për thellimin e marrëdhënieve bilaterale Kosovë-Zvicër. Zvicra qëndroi pranë atëherë dhe qëndron pranë nesh edhe sot, derisa ndërtojmë një të ardhme më të sigurt, më të qëndrueshme dhe më të drejtë për të gjithë qytetarët tanë. Jemi veçanërisht mirënjohës për rolin paqëruajtës të Zvicrës në kuadër të KFOR-it, si dhe për përkushtimin zhvillimor të Zvicrës në raport me shtetin tonë ndër vite, tha Osmani nga Berna. Osmani më tej tha se marrëveshja e tregtisë me Zvicrën do të hapë rrugë për zhvillimin ekonomik, teksa ftoi komunitetin e biznesit zviceran të vazhdojnë ta shohin Kosovën si një vend me potencial të madh ekonomik ku duhet të investohet.